Normalisht pas humbjes gjithmonë është situatë e komplikuar dhe atmosfera nuk ishte më e mira dhe këto ditë që patëm në dispozicion munduam që bëjmë maksimumin se përket punës dhe mundohem që futbollistët i kthejmë sa është e mundur më shumë në aspektin psikologjik. Gjithsesi, një gol për 3 pikë, vazhdojmë sipas planit dhe ruhet pozita e parë. Është ky momenti që skuadra në një farë mënyrë reflektoi sipas asaj që kërkuam, gjithmonë me hapësirë për të bërë më mirë. Patjetër, unë e prisja si ndeshje të komplikuar për shkak se Peristeri është një skuadër solide, është një skuadër e cila gjatë gjithë kohës qëndron në mbrojtje, që qëndron shumë mbyllur dhe nëse nuk arrin që të hapish ndeshjen pjesën e parë, pastaj gjithçka bëhet e komplikuar. Por megjithatë jam i kënaqur se nuk rrezikuam mbrapa, krijuam disa raste, një nga ato domethënë shënuam dhe besoj që me merit i morëm 3 pikët. A është ky moment për qetësi dhe të harrohet ajo që kaloi në mesjavë, ekipi është në vend të parë dhe të mendoj tashmë për edhe ndeshjen e radhës sepse pas pauzave ndërkombëtare mbasi do ju bëj mirë edhe juve. Patjetër, domethënë edhe aspekti fizik i futbollistëve vjen deri te lodhja për shkak shumë ndeshjeve, si në kupë ashtu edhe në kampionat. Por e rëndësishme është që qëndrojmë me pikë mirë, mua nuk më intereson shumë për momentin në vendi i parë dhe situata, më shumë intereson argëtimi i pikëve dhe ne duhet të bëjmë ditës maksimumin. Është një kampionat shumë i ndjeshur, nuk ka fitore të lehtë, skuadrat e gjitha janë serioze për shkak se edhe lufta për kreun është shumë e fuqishme edhe lufta për mbijetesë gjithashtu është shumë e fuqishme që vështirëson kampionatin shumë.